Në gjimnazin 14 ëngjëjt në fshatin Buçimas të Pogradecit u shfaq filmi Aty ku zemra nuk rreh, një projekt i realizuar nga vetë nxënësit në drejtimin e Dorian Allkos. Filmi trajton temën e bullizmit dhe pasojat e mungesës së përkrahjes familjare dhe shoqërore tek të rinjt. Filmi Aty ku zemra nuk rreh flet për një djalë i cili është rritur në një familje ku nuk kishte dashurinë e duhur, por me kalimin e viteve, me kalimin e kohës, edhe në shoqëri nga siç ishte i shtypur, të gjithë vendosën që ta ndihmonin djalin duke i dhënë një ndihmesë dhe duke i falur dashurinë të cilën ai mungonte. Mesazhi të cilin filmi Aty ku zemra nuk rreh përcjell është që të gjithë së bashku të falim sa më shumë dashuri tek personat që janë më të mbyllur, pasi vetëm në këtë lloj forme neve mundemi të vazhdojmë të ecim përpara të lumtur. Përmes një rrëfimi emocional, nxënësit përcollën mesazhin e empatisë, përfshirjes dhe bashkëjetesës. Mësuesja Kamela Mero vlerësoi përfshirjen aktive të rinjve në projekte me ndikim shoqëror. Nisur edhe nga vetë tema që ky film trajton, është një film që në fakt prek pikërisht problematikat e kësaj moshe. Pra, problematikat që të gjithë adoleshentët i kalojnë në mos një problem tjetër. Ndaj dhe unë mendoj që do të ishte mirë që nisma të tilla të bëheshin dhe të merreshin edhe më shumë nga të rinjtë e kësaj moshe. Mendoj se është një nismë shumë e mirë dhe një shembull për të marrë edhe nga adoleshentët e tjerë, pothuajse jo vetëm nga shkolla jonë, por edhe nga shkollat e tjera. Dhe pse kjo nismë të vazhdojë edhe të jetë edhe si shembull edhe për nxënësit në vazhdim. Filmi u prit me interes nga prindër, mësues, nxënës dhe përfaqësues vendor, duke u cilësuar si një nismë që nxit reflektim dhe ndërgjegjësim.